Ne pak më herët kishim një takim të radhës konsultativ, I thirrur nga kryesuesi I seancës, deputeti Dehari. Ideja ishte që ngjashëm sikurse herën e kaluar, që arritëm një konsenzus që të lëvizim tutje drejt procesit të konstituimit të kuvendit, sepse mos të harrojmë, vazhdojmë të jemi në seancën konstituive, siç e parashë kushtetuta. Ideja ishte që bashkë me partitë tjera opozitare të dakordohemi për një konsenzus përpara që të ketë një zhbllokad, sepse siç e dini, fillimisht kishte një taktizim ku votua kundër raporti për verifikimin e mandatit, ndërkaq tani nuk po votohet për të zgjedhur kryetarin e kuvendit, në këtë rast propozimin e subjektit fitues Albulena Haxhiu. Qëndrimet me sa pam nga konsultimi, megjithatë ishin deklarativisht të njëjta. Kushtetuta ka paraqur që konstituimi I kuvendit të jetë proces I veçantë, ku gjithë deputetët duhet marrin pjesë, ndërkaq votimi I qeverisë pastaj I takon mandatarit dhe janë 15 ditë që të sigurohet shumica e nevojshme.